Pas këtij lajmi nuk do të hani më banane e sëll. Banania është një frut egzotik me vlera të pasvendësueshme për shëndetin e njeriut. Ndodh që këtë produkt mund ta konsumoni në mëngjes me stomakun bosh, por kjo nuk është mënyra më e mirë. Ekspertët e shëndetit rekomandojnë që të mos e bëni më diçka të tillë. Ata thonë se edhe në mëngjes mund të hani një banane, por gjithmonë të shoqëruar me ushqime të tjera. Për shembull, ju mund të hani tërshër me qumësht me banane ose ta kombinoni me fruta pylli, banane, drithra dhe kos. Ky është një nga kombinimet më të mira për të marrë përfitimet e saj. Ekspertët shtojnë se bananet nuk duhet të konsumohen me stomakun bosh pasi mund të rëndojnë shëndetin e stomakut dhe të shkaktojnë gjithashtu edhe komplikacione të tij, pasi mund të nxisin edhe përkeçimin e shëndetit dhe të shkaktojnë gjithashtu edhe probleme të cilat rëndojnë tretjen e stomakut.